Beteja kryesore që zhvillohet në parti politike janë 24 orë të fundit kur dorëzohen listat për kandidatëve për deputet. Aty shtyhen se kush do t'jetë në dheqen e parë apo të dytë, se kush ku do të renditet. Megjithatë, ndodhin raste kur dikush që ishte shumë kohë në dheqen e parë, vendos me shku i fundit në listë, me marrë numrin 110, me t'i zvoglu gjasat për më bë deputet, me bazë të logjikës së deri tashme. Abelar Tahiri është ai. E kemi në studio me Visari Merën. Abelar, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Çka ndodhi me ty? As do më bë më deputet, apo... Mendoj që çështja e numrit nuk është përcaktuese për askën nëse do të bëhet apo s'do të bëhet deputet. Unë për një periudhë gjatë kam shërby, domethënë në kuadër të institucioneve tona nga viti 2006 në fakt si asistent i kryetarit partisë, sa kemi qenë në opozitë deri në vitin 2008, tani pastaj për 8 vite në kryeministri si shef i kabinetit të kryeministrit, pastaj në presidencë ka qenë diku rreth 1 vite si këshilltar poashtu i presidentit, për rreth 3 vite ministri i drejtësisë, dhe këtu 5 vitet e fundit, sa kemi qenë në opozitë, 2 herë Partia Demokratike ma ka besu pozitën e kryetarit të grupit parlamentar, pra në mandatin që lam 2021-2024, dhe këtë që filloj, e që përfundoj për një periudhë shkurtër, Partia Demokratike ma ka besu një pozitë jashtëzakonisht të rëndësishme, si është kryetari i grupit parlamentar. Dhe në këto rrethana, mendoj që angazhimi jam në jetën publike është ai përcaktues në rast se qytetarët e Republikës së Kosovës do të vendosen të më votojnë për mandatin e radhës apo jo. Nuk mendoj që është numri. Unë 2 palë zgjedhjet të fundit në vitin 2021 dhe në vitin 2025, kur unë mbajtë në shkurt, unë e kam mbajtë numrin 10. Dhe mi u thonë drejtën, pak më vike marrë me kërku edhe një herë votën duke pas parasysh gjithë këto pozita, gjithë këtë angazhim, me kërku votë qoftë për i numrit 10, qoftë për këtyre numrave të parë. Sepse mendoj që ne gjithë duhet me dhonë shembull dhe gjithë duhet me kriju hapësira të reja për njerëz me nou bashkangjit në rrugtim, sepse nuk jemi të mjaftueshëm. Asnjëherë, sado që bëjmë punë të mira, sado që angazhohemi, mendoj që partia politike gjithmonë ka nevojë për një gjaktëri, gjithmonë ka nevojë për një mendim të ri, gjithmonë ka nevojë për një mendim ndryshe prej asaj që e kemi bëna, prej asaj që jemi etablu. Prandaj unë për gjithë këto vite, duke pas parasysh për 20 vite, këtë angazhimin tim, dhe sot nuk muj, si me thonë, me varë në numër. Abelar, ju jeni me mosh i ri. Dhe po, unë jam me mosh po. Mosha jote sot ju bashkohen partive politike dhe konsiderojnë që kanë shku njerëz të ri. Mos ke hyj i ri në politikë. Unë kom pas fatin që pas studimeve, pas përfundimit studimeve në Universitetin e Prishtinës shkenca politike, kam qenë aktivist në Rinin Demokratike, pra në kuadër partisë, dhe kom pas fatin që të angazhohem si asistent i kryetarit Partisë Demokratike në moshë shumë të re, pra në moshë 22 vjeçare, si asistent i zotit Thaçi. Dhe prej atij momenti unë kom rrugtu bashkarisht me të. Askush nuk e din se ku çet jeta, ku janë ato valët e jetës, ku do të pozicionohesh, a do të kesh sukses apo s'do të kesh sukses. Gjatë kësaj periudhe ka pas sfida të rënda, ka pas sfida të mëdha, me udhëheq Ministrinë e Drejtësisë në kohën kur jemi ballavaçu me gjykatën speciale ka qenë jashtëzakonisht sfiduese, jashtëzakonisht e rëndë, dhe mendoj që ka qenë përgjithësi që ju mundu me bë maksimumin që në shtetin tonë, Republikën tonë, me nxjerr sa më mirë edhe për qytetarët tonë që jetojmë këtë përditshmëri, po në anën tjetër edhe për liderët tonë të cilët tashmë gjykohen padrejtësisht në Hag nga një gjykatë speciale, dhe pikërisht unë mundu që edhe gjatë këtij procesi me bë punën time më të mirë që sa më shumë me letu këtë proces. Për shembull gjatë kësaj periudhe, ajo që ndije mirë që e kam bërë është që e kam themeluar një divizion në kuadër kësaj ministrie ku i trajton pikërisht pra çështjet e mbrojtjes së të akuzuarëve dhe të familjarëve tyre. Dhe pa shka se nuk është avancuese dhe s'ka ndodhur asgjë më shumë se sa që e kam bërë. Megjithatë prap shqyr që është një diçka e tillë dhe sot të paktën nuk mundet më u evitu, nuk mundet më u evitu një institucion i tillë, se në anën tjetër besoj që asaj që kemi pa çastin e kësaj qeverie ndaj tyre këtu 5 vitet të fundit, asaj institucion s'do të themeloj, dhe ndihem mirë që gjatë kësaj periudhe e kam bërë një punë, një angazhim, të cilën në fund të ditës qytetarët e Republikës së Kosovës e prekin qoftë përmes sundimit të ligjit, qoftë përmes gjykatës komerciale, qoftë përmes institucioneve tjera të cilat i kemi kriju. Edhe një pyetje këtu para se me dalë të tema tjera, e veçanërisht që lidhen me kuvendin e Kosovës.
Kuvendin e Kosovës ku ke qenë shef grupi parlamentar i partisë kryesore opozitare, ballafaqimi me pushtetin, me nisma kundërkushtetuese, me lënë të dërguara në gjykatën kushtetuese, me mbrojtjen e rendit juridik dhe kushtetues që fatmirësisht në shumicën e rasteve ja ka dalë opozita. Ja ka dalë PDK-ja, LDK-ja, herë janë bë bashkë, herë ndaras. Po edhe një pyetje rreth angazhimit tënd fillestar në Partinë Demokratike të Kosovës. Pse bashkë ti asistenti i Hashim Thaqit, pse bashkë ti shefi i kabinetit, pastaj këshilltar dhe shefi i grupit parlamentar? Ministër i drejtësisë, pastaj shefi i grupit parlamentar. S'ka pas ball kuadro PDK-ja, po jo, që të bashkë ti. Menoj Partia Demokratike ka pas jashtëzakonisht shumë kuadra në atë periudhë. Njerëz të cilët gjatë asoj periudhe, pra në fillimin tim, angazhimin tim të parë të presidenti Thaçi në kohën kur ishim opozit, kanë qenë dy njerëz të cilët ma kanë hap atë mundësi derën, pra që t'i bashkohem ekipit ngushtë presidentit Thaçin, të rast ka qenë ish kryetari i NIS dhe ish kryetari i partisë zoti Mimli Krasniqi, në atë kohë kur jemi angazhuar ka qenë kryetari i NIS Demokratike, ku ma ka hap derën dhe po ashtu ka qenë Blura Qtaku, një zot që ka qenë më herët pra angazhuar që nga viti 99-2000 si zëdhënëse e Partisë Demokratike, të cilët ma kanë kriju një mundësi dhe një ambient të tillë, pashka se unë isha pjesë e rinis dhe isha pjesë e strukturave të partisë, si një djalë i ri, si një student, dhe në atë kohë dhe ndoshta edhe për shkak të angazhimit të si i ri. Pastaj rrugtimin më tutje askush nuk e din se ku do të jemi në të ardhmen. Pra unë gjatë tërë kësaj periudhe si shef i kabinetit të kryeministrit që kam shërbyer për 7 vite, pastaj ju e dini ka qenë ajo periudha kur ka ardhur zoti Mustafa kryeministër, ne kemi qenë ministri i jashtëm dhe si zëvendës kryeministër zoti Thaçi kam shërbyer si po ashtu këshilltari i tij në ministrinë e jashtme, një periudhë shkurtë në presidencë, pastaj në ministrinë e drejtësisë me propozimin e Partisë Demokratike sepse zoti Thaçi tashmë ishte në presidencë dhe shefi i grupit parlamentar. Ndoshta përvoja dhe angazhimi jon e ka bërë vetën që thjesht të jem në për këtë pozita jashtëzakonisht të rëndësishme. Pra ndihem shumë falendërues, ndihem jashtëzakonisht i nderuar që Partia Demokratike gjatë tërë kësaj periudhe për 20 vite mi ka besu këto pozita shumë të rëndësishme, e sidomos ajo ministrinë e drejtësisë ku jemi ballafaqur me situatën më të rëndë që ka qenë gjykata speciale, krijimi i gjykatë speciale dhe në anën tjetër mendoj që e thash në fillim fakti pse s'kam dashur me qenë në dheqën e parë është sepse kam pas shef me ndihmu dikuj i cili ka më probleme u zgjedh dhe nëse themi që pozita kjo dheqja e parë po e favorizoj ka dikan, le ta favorizojmë dikën që e ka ma probleme hyn kuvend. Unë nuk e konsideroj që e kam atë lashe dhe le ta favorizojmë dikush kuvend, dikush metet jashtë. Sakt, unë besoj që Partia Demokratike do të rritet, unë besoj që jemi ngarpër me fitu zgjedhjet, unë besoj që zoti Hamza, si kryetari i ri tashmë i Partisë Demokratike, është duke bërë një punë të jashtëzakonshme, mendoj që programi i tij dhe angazhimi i tij politik është shpresë për një jetë më të mirë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mendoj që sot Partia Demokratike e Kosovës është një pozicion jashtëzakonisht shumë më të mirë për ta sfiduar këtë qeverisin e këtyre 5 viteve dhe për ta krijuar një ambient të ri politik me një qeveri të re dhe me një kryeministër i cili në radhë parë e ka cilësinë e jetës së qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Bisar? Përshetash me fillu prej kësaj gjesti që e ka bo zoti Tahiri, cilën e kam përshëndet, sepse mendoj që është një gjest jashtëzakonisht i mirë dhe fisnik, po me që është i rallë në politikën tonë e bën hala ma të dukshëm dhe ma të vlefshëm. Edhe mendoj që spjegimi, pra arsyetimi i këtij veprimi mendoj që është absolutisht i mirë dhe i qëndrueshëm, sepse në secilën listë veçanërisht e kjo lista e Partisë Demokratike tash për shembull vret që të iki disa kuadra jashtëzakonisht vlefshëm për institucionet dhe politikën përgjithësi, po edhe për partinë, po të cilët mbase për shkak të mungesës së një profili publik mund mos me rënë sy. Edhe pastaj penalizohen me votë qytetare, domethënë pa i vënë pa dhe kanë herë veçanërisht kur hyn fillimisht në një listë caktuar ose politik, të duhet numri për me rënë sy. Po kur e keni përvojë politike numri mund nuk qet qet puna. Domethënë, kom thonë këtë dizajn politik, dikush mund me të hap derën herën e parë.
po nuk performove, pastaj këtë të hapin derën, sa ta s'mujme të hapin derën gjithë. Veçanërisht kur i nështrosh votës qytetare, atëherë puna jote edhe veprat e tua në politikë, që ato mund më të zgjedh ose më të penalizu, domethënë. Në këtë drejtim e kom përshëndet kështu si veprim për m'ju dhonë një hapësirë disa prej kuadrëve që Partia Demokratike e Kosovës mendoj që edhe po dënë me investu në to. Edhe mirë bën që investon, sepse për një me janë dhe emra aty të cilët unë i kom pa me ato paraqitje publike edhe biseda që i kemi pasur janë të jashtëzakonshëm në fushat e veta dhe mendoj që kuvendit duhet m'ju kthy deputeti profesional. E jo veç deputeti palavrave, se është mund shpak se shumë me qëta. E u mendoj që kjo është domethënë gjest i mirë edhe për kuvendin, jashta interesit partisë edhe të kjo partisë. Dhe e treta, pse kjo është e rëndësishme për mendimin tim, unë me që kam përvojën politike, domethënë e di çfarë kokçari është kakton renditja e kandidatëve në numër një listë. Pra po ju hecë një partije, gjë më e vështirë që është me bo, është ajo. Sepse të gjithë mendojnë që do të më bëhen krye. Herën e parë jo në vetëvendosje pa të bë me A, veç ti me V u pa të zgjidh, krejt A. Për me i ikë që saj. Domethënë mes nuk më ishim mirë ndita, ma e bojmë me alfabet aty s'ka që shmu edhe se nas ta kena nxit emrin. Po kur e kini gjest të tillë, domethënë kur e kini figurë publike, i cili thotë që unë po dal poshtë. Kjo këxha shumë pastaj ja u vërtetëson tjerëve me thonë unë po duhet të ndal. Shumë interesant ndikimin që e ka kjo. Dhe mendoj që me këtë ka lehtësu punën edhe kryesisë kryetarit të Partisë Demokratike. Tash mendoj që puna e Abelardit si kryetari i grupit parlamentar, edhe këta prej përvojës pak po flas, është që kryetari i grupit parlamentar ka njëherë mundet me qenë punë jo falendëruese. Mundet mu penalizu, sepse kryetari i grupit parlamentar do të më bëjë shumë punë që nuk shihet. Sepse ka qatë përgjithësi. Edhe të i bojqë ato punë që nuk shihen, do më thonë për me mbajt grupin, me atmosferën mrena, paka shumë mos me u bo pa drejt deputetëve individuale, ato gjithë ka ankesa. Kështu me radhë është një punë e cila kërkon shumë angazhim, edhe pastaj mundet me pas vlerësim të ullët jashtë. Po, kur i shohim, do më thonë që ka bo grupi parlamentar i PDK-s gjatë kësaj periudhe dhe zotit Tahiri si kryetari saj, mendoj që kjo ka qenë një prej kështu punëve mbase më të mira që ka mujt më bose që dash më bo gjatë kësi mandati. Sepse na shpesh herë kemi gjykuar opozitën gjatë tyre 4 vjetëve që s'po bojnë kur gjë. Dhe prap publiku mendoj që ka qenë një falendërues se nuk i ka vrejt punët e mëdha që janë bo. Me e rujt aparatin shtetëror nga kapja dhe shkatrimi të cilin ja kishte pësy qeveria Kurti. Dhe do të flasim besoj për disa prej pikave të rëndësishme këtu, po qartë asë kjo ka qenë një tendencë për me kap komplet aparatin shtetëror, edhe me bëj këtë kapje të ligjshme. Jo me çuni njëri aty, ato e ka bëu po ka dashur me kap ligjërisht prej naltit. Që kishte shkatruar demokracinë në Republikën e Kosovës. Si ka qenë për PDK-n, po e vazhdoj këtu të Visari, për PDK-n, me ndërmarrë nisma ligjore, komisione hetimore parlamentare, lënë në gjykatën kushtetuese, lënë në gjykatat e rregullta, kallëzime penale në prokurori, dhe ndërkohë unë të tjerë publiku me thonë që opozita s'po bë kur gjë. Mendoj që nga njëherë... Ambase jemi mësu me atë opozitën e mahershme, me përdor mjete dhe kemi të papranueshme në shumë raste. Për dallim për Partia Demokratike në radhë parë për një periudhë gjatë ka qenë pushtet. 2 mandate e kemi drejtuar qeverinë për mes zotit Thaçi si kryeministër, pastaj 2 mandate kemi qenë pjesë e qeverive ku nuk kemi drejtuar qeverinë, mirë po kemi qenë në pushtet nga viti 2008 deri në vitin 2020. Kur në kom dërzuar me 4 shkurt viti 2020 detyrën e ministrit dhe kam kaluar si deputet në Kuvendin e Kosovës, ne kemi qenë në pushtet dhe unë kam marrë ato pozita që tash më herët. Dhe gjatë kësaj periudhe ne kemi pa një model ndryshe të bërit opozitë, që është drejtuar kryesisht nga lëvizjeve vendose dhe në kohë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mirë po lëvizjeve vendose ka qenë në opozitë gjatë kësaj periudhe. Dhe modeli, mënyra e të bëmit opozitë nga Partia Demokratike në këtë rast, si partia më e madhe opozitare dhe unë si drejtues i këtij grupi, ka dalluar jashtëzakonisht shumë. Pse po them? Nuk është cenu asnjëherë randi kushtetues në Republikën e Kosovës në mënyrën që është cenu këto 5 vitet e fundit. Angazhimi im kur e komendu pozicionin, kur jam propozu
nga kryetari Hoxha ka qenë kryetari partisë, kryetari i grupit parlamentar, kur kemi marrë mandatin e dytë në vitin 2021, sepse para meje ka qenë zoti Hamza, ajo periudha e shkurtër në Partinë Demokratike nga 2020 deri në vitin 2021, ka qenë zoti Hamza kryetari i grupit parlamentar, dhe në mandatin 2021, 2025 dhe këtë të shkurtin jam emëruarën. Gjatë kësaj periudhe, asnjëherë në projektimet e mia, se si do ta bëj punën e shefit grupit parlamentar, nuk ka qenë kjo se do të ballafaqohemi me një parti politike që do të vjen pushtet dhe angazhimin e tyre më të madh do ta kenë me të cënu rendin juridik dhe kushtetues. A keni ditë një gjë të tillë? Asnjëherë jo. Dhe unë gjithmonë. A keni pritë se këta mujnë me shku deri në debatet parlamentare, angazhimin ton parlamentar, siç e tha edhe zoti Imeri, pra me pas deputet profesionist, me pas deputet të cilët kanë përgjithësi, kanë kompetencë në fusha të caktuara, realisht edhe pse shumë prej tyre kanë qenë jashtëzakonisht përgatitur, kanë qenë jashtëzakonisht mirë, nuk kemi pas ambient në kuvendin e Kosovës me diskutu për iniciativa të tilla. A mundet me kujtu dikush cilat kanë qenë iniciativat, domethënë që lidhen me zhvillimin ekonomik në këtë vend që u diskutu, cilat kanë qenë iniciativat për arsim, për cilësinë arsim. Këto iniciativa vijnë nga qeveria, nga ai që udhëheq vendin. Cilat kanë qenë iniciativat, domethënë se që njerëzit i mbajnë mend që kemi diskutu për shërbimin civil, për fuqizimin e shërbimit civil që një kurriz i shtetit ton, i qeverisjes ton, cilat kanë qenë iniciativat për përmirësimin e sistemit ton shëndetësor në vendin ton. Prandaj këto nuk mbohen mend, sepse ose kanë qenë të pakta ose s'kanë qenë fare. Pra angazhimi jonë është fokusuar pikërisht në atë drejtimin ku e kemi po angazhimin e qeverisë zotit Kurti. Ku ka qenë angazhimi i tyre? Angazhimi i tyre ka qenë cënimi i rendit kushtetues në një qeveri, një shumicë parlamentare, sepse ato janë vendimet shumicës parlamentare dhe qeverisë, me i përfundu në gjykatë për 4 vite, pa i përfshi këto rastet e funit që ishin kriza politike që ndodhi nëse i takon kryetari i kuvendit, në kryetari propozime kështu, pa i përfshi ato. Me të përfundu. Po konstatu se një 50 seanca kanë qenë antikushtetuese. 33, me të ra 33 raste me të përfundu në gjykatën kushtetuese, domethënë është skandaloze. Për një vend ku na shef për botën, për Bashkimin Evropian, ku aspirojmë me shku, sepse aspirimi në Bashkimin Evropian do të thotë rritje e standardit jetesës në këtë vend, zhvillim ekonomik i qëndrueshëm në këtë vend, sepse nuk mundesh me u antarësu duke qenë barë BE-s nesër, po duke qenë një vend me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, pra ne iniciativa të tilla nuk kemi pas. Pra goditjet që i kemi marrë gjatë kësaj periudhe kanë qenë pikërisht të cenimi i rendit kushtetues. Dhe po i përmendim disa. Për shembull, një pikë goditjeve të para që i ka dhënë qeveria Kurti, që për neve ka qenë e habitshme, ka qenë goditja e stafit civil, e shërbyesve civil në institucionet tona, përmes 3 iniciativave. E para, përmes shkarkimit të bordit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, që është një gjykatë ku i trajton të drejtat e shërbyesve civil, dhe imagjinoni, pra nëse do të lejonim një gjë të tillë me ndodh, atëherë besoj një zyre e vogël atje në lëvizjen me vendosje udhëheqën kudo, do të na kishte udhëheq një 30.000 shërbyes civil vendin ton. Me janë grupozitat, me qitpi pune, me shtim punë kanë don qysh do, dhe është kundër gjitha rregullave dhe parimeve që ne kemi ndërtu këto vite me ndikimin e Bashkimit Evropian. Dhe imagjinoni se ne do ta kishim leju me kalu rrëzimi i bordit të Këshillit të Pavarur të Mbikëqyrës, pastaj ligji për Këshillin e Pavarur të Mbikëqyrës, pastaj ligji për shërbyes civil. Domethënë nëse këto 3 iniciativa, të trijat kanë ra. Nëse këto 3 iniciativa do t'i lejonim, domethënë 30.000 shërbyes civil do të ishin të udhëhequr nga një njeri i vetëm dikon në lëvizje vendosje. Apo se cilën parti, s'ka lidhje. Sot për sot diksoj, nesër i dikujt tjetër dhe kundër gjitha rregullave. Dhe për gjitha këto ka pasur reagime të Bashkimit Evropian. Para se me hyjë në këto çështje ligjore, mu më interesojnë disa komisione parlamentare. Po. Komisione hetimore parlamentare. Janë për tyne ka qenë shumë i rëndësishëm, ka qenë për energji elektrike. Megjithatë është një skenë aty Kogja dashurore mes teje dhe Martin Berishajt në kuptimin e shoqërimit. Po ai raport është përdorur në akt akuz kundër zotit Nagip Krasniqi. Pra ka pas një rezultat të caktuar. Po aso kohë kur jo po e zhvillonet këtë hetim në komision parlamentar, nuk kanë qenë disa të dhëna.
Po. Ma vonë, ne këtu në Paparazzi kemi publiku transakcionet bankare Sa? të Martin Berishajt. Pra, aso kohë Martin Berisha i mbroj, ja, unë zdi, ja, unë e kështu, ja, unë e kështu, se nuk ishim prova ja, konkrete. sa. Po me gjithë atë, nga tregom mas pari që ndodhi në atë komision dhe pastaj për raportin. Po, e para, Qa konstatu? e para, për shumë, ju e dini që kanë qenë kriza e energjisë elektrike filloi pikërisht në dhjetorin e vitit 2020 dhe pastaj janari, shkurti, marsi ishin periudha ku shpenzimet ishin marrë se qeveria ndohu 50 milion, subvencion, kënena u shtrejtu çmimin e energjisë elektrike dhe filloi një katrahure vërtet energjetike në vendin tonë. Dhe grupi jonë parlamentarë dhe unë këtë rast kam qenë një për njerëzve të parë që kam fillu debatin për energjinë brenda Republikës, brenda Parlamentit të Kosovës. Dhe me ngull kemi kërkuar krijimin e një komisioni hetimor. Zoti Meri ka qenë deputet për kohë gjatë dhe din që komisioni hetimor është i vetmi instrument që ty ta mundson me arrit informacione tek njerëzit e për institucione për te ato që ka mundesh me bo me debat parlamentar, me interpellancë, madje ju keni qasë edhe në dokumentet klasifikume. Sakt. Dhe ne kemi kërkuar për me shku për te një hap, sepse Ministri i Energjisë nuk japte informata, kryeministri s'japte informata dhe nuk ishim si me drejtu dhe ishte vetëm një mundësi. Ne kërkuam një komision hetimor dhe ju kujtohet që vetëvendosja me ngulm e kundërshtonte një gjë të tillë. Nëse ju kujtohet, kemi pasur një farë lloj përplasje gati fizike, ku ka qenë për gjykatë kushtetuese, ku ne i rrenim tavolinat vazhdimsi që se lejonim seancën me vazhdu rregullisht pa u formu komisioni hetimor, sepse me çdo ngulm kërkuaj mos më u formu, pastaj erdhi një moment ku do duhej më u votu për një antar gjykatës kushtetuese dhe ne dolëm, ishte momenti ku e bllokuam sallën. E bllokuam dhe nuk lejonim kushte me u votu për gjykatë kushtetuese pa u themelu komisioni hetimor dhe me i trajtu këto krime në fushën e energjisë. Dhe shkum në mbledhjen e kryesisë, në sallën ku mbahen mbledhjen e kryesisë me kryetarin e kuvendit asaj kohe, edhe arritëm dakordimin me themelu komision, me i themelu 2 komisione hetimore për zhvillimet energjetike 2008-2020. Ose ata kërkuan me hetu, do thamë rregull, skema gjë kundër. Dhe komisionin hetimor me zhvillu për periudhën që po kryeshin krime në korporatën energjetike dhe me shitblerje. Dhe ç'a ndodhi, për shkak kohës shkurt, ne në atë kohë dolen edhe aferat e zotit Berishaj, dolen edhe negociatat e tina me Genin serb, dolen edhe lidhet e tina ku ju i publikuat fillimisht me kontratat me Genin në Maltezi, mirë po gjatë kohës do të thonë personin fjalë kishte tërheq para edhe gjatë kohës sa ka qenë në komision hetimor. Në ato data sa ka qenë në intervistë dhe në pyetjet e mia, do të thonë se a ka sa edhe ka gënjur aty, ai ka vepër penale për shkak gënimit dhe në pyetjet e mia i gënjen. Deklaratë rrame në mbetim. Në mbetim. Dhe në pyetjet e mia i gënjen, sepse kur i nxjerr Paparazzi me vonë transakcione del që edhe gjatë muajit qershor sa është intervistu, ose cili muaj ka qenë saktësisht, a ka qenë muaj apo qershori, ai ka tërheq para, ka tërheq para cash në bankat tona, pra në një bankë që s'po ja përmend jam. Dhe personin fjalë pastaj vjen kështu na përçafon Besian Mustafën, ja lëvdon babain për punën e tij na kështu me radhë, mu vjen më përçafon në flet. Ka qenë hera po në jetën time, ku ne kom taku fizikisht, si jam ne kom dëgjuar, po nuk kom pas rast, nuk ka qenë marrë me takullë më herët, po s'kom pas rast unë me pas asnjëherë kontakt me to dhe ka qenë edhe vjen, shumë më thonë kështu në një farë habije, këtu në puth. Edhe vjen me një farë përqafime, do më thonë i habitshëm, po unë për natyre nuk jam njëri agresiv, nuk jam njëri që nuk jam njëri edhe ajo është e habitshme. Çka konstatuat? Çka doli? Ajo që konstatuam që ishte shumë e rëndësishme, ishte për abuzimet që u bën me shitblerjen e energjisë elektrike në atë kohë. Pra, pikërisht, atë që ne e thamë... Mes tjera është një konstatuar që ka pas tregti të energjisë elektrike me kompani pa licencë. Pa licencume. Dhe kjo ishte jashtëzakonisht e rëndësishme me pas sepse ngutia që e kishin ata në atë periudhë me bë tregtim të energjisë elektrike me kompani të caktuara, i shtyu me shku deri në atë formë, saqë, domethënë, mos me u bë për shtypje fare që është antiligjore, fare që është kele ligjit dhe e bën. Dhe më kujtohet sikur sot ku na ke prasni që e thot në komision, thot kështu me mburje, po thot, kom traktu energji elektrike, kemi pagu shumë të caktume të energjisë elektrike me kompanit pa licencë. Qa do një me bo? Në atë çka do një me bo? Në më thonë, a ishte qash i terminum dhe qash ishte në vetë besim të madhë dhe çka do një me bo ju? Fuqia është e na, dhe një me thonë, ju nuk ti mundesh me full, por mundesh me bo kur gjo.
Dhe kjo është një moment, domethënë, ku saksisht njëra prej pikave ku akuzohet zoti Krasniqi, që e kom po edhe në këto seancat e fundit që janë publike, është tregtimi me çdo kompani që si kanë, domethënë, kur nuk ke licencë, do të thotë që si plotso kushtet. Kur nuk ke licencë, do të thotë që si plotso kushtet, sepse shteti s'po ta jap çat mundësime me nuk është përsye faqe me bazë ato. Ti si plotso kushtet dhe nuk mundesh me të bë çet veprimtari në Republikën e Kosovës. Mirë se sot je në komision atë. Dhe saksisht, pra njeriu e bëri një prej gjetjeve që shumë gjetje tjera të cilat komplet raporti ka përfunduar në prokurori, sepse do ta them, ai raport nuk është votu nga lëvizja vetëvendosje. Domethënë raporti nuk ka kaluar i komisionit hetimor, me ne të tilla kemi dërguar në prokurori. Unë kam edhe një çështje visar para se me kalu te ju. Lëvizja vetëvendosje ka ardhur në pushtet me një prej tema më të ndjeshme që ka përjetuar kjo shoqëri. Është vdekja e zotit Astrid Dehari, një djalë i ri në burgun e Prizrenit. Ata thanë që ne duhet vim pushtet për të zbardhur ky rast, ndërkohë këta e përfunduan pushtetin, mandatin. Ministrja Albolena Aziu e përfundoi mandatin si ministre dhe nuk ka asnjë rezultat nga ai rast. Pra, i bie që ishte një premtim i ram, e jo vetëm i ram, një premtim tepër i poshtër, me anë pushtet dikush me nik si premtimi, dhe mos me ndodh kur gjë. Megjithatë ju si ministër i drejtësisë, i Partisë Demokratike të Kosovës, në bazë të asaj që dim, është që më shumë keni bëj ju me u zbardhë ky rast, se sa Albolena Aziu si ministre e drejtësisë. Të paktën kohën e juaj nuk janë zhduk provat, nuk është djeg instituti. Çka ka ndodhur me këtë rast? Vendimi im i parë si ministri i drejtësisë në shtator të vitit 2017 kur e kam marrë pozitën, propozimi i parë që i kam bërë qeverisë së Republikës së Kosovës ka qenë ndarja e mjeteve financiare për Këshillin Prokurorial që ti mundësohet ta dërgojmë rastin në Zvicër në një institucion dhe 50.000 euro. Ta dërgojmë rastin në Zvicër në një institut ku kishte kërkuar familja që të bëhet ekspertizë. Pra instituti ishte përzier nga familja Dehari. Dehari. Unë kam takuar zotin Deharin këtë rast babain Astridit dhe të ardhmorët e kam takuar bashkë me kryeministrin Haradinaj, i kemi prit në zyrën e kryeministrit dhe kemi diskutuar dhe jemi zotuar para tyre, po kanë qenë dita e dytë ose e tretë imja në zyre, dhe jemi zotuar para tyre që kemi bërë gjitha hapat që ata kërkojnë për më u zbardhë vërteta. Dhe kanë ardhur pastaj mostrat nga Zvicra, ju e dini që domethënë kanë qenë pak a shumë në linjë me çato që është diskutuar në Republikën e Kosovës, por prapë të papranueshme për lëvizjen vetëvendosje dhe ne gjithmonë jam kujdes që mos më politizojmë një rast i tillë dhe sa më shumë më u largu politika, më u largu politika dhe me arrit deri te vërteta përmes institutit mjekësisë ligjore, sepse është ajo që duhet ta nxjerrë, nëse ka qenë vetvrasje, nëse ka qenë vrasje, çado që ka qenë duhet zbardhë institucion, nuk është politika që mundet me bëni një gjatë tillë. Kjo ka qenë angazhimi im. Pastaj gjatë periudhës së qeverisë së zotit Kurti, ju e dini, ajo është publike, ne nuk kemi zbuluar asgjë, kemi kuptuar nga mediat që në rast ku në një moment caktuar është duken mostrat ato të gjakut të zotit Dehari nga instituti, pastaj dikush i kthen, pastaj dy herë kemi tentim vënien e zjarrit të institutit. Ju kujtohet ku digjen një pjesë e mostaqeve të Adem Jasharit në institut. Janë ndjek pra në atë periudhë kur djegët instituti herën e dytë, ku është ka qenë skandaloze sepse ato janë marrë. Është qëllim Nuk dëgjoj, unë duhet jem edhe si politikan jashtëzakonisht i kujdesshëm. Asnjëherë nuk kam qef me marrë në raste të tilla me të zjarr vënia në rregull, po të mos me marr dikush edhe me i kthy. Kjo ka qenë më rënda. Është dikush. Kjo ka qenë Është dikush që ka bë. Kjo ka qenë më rënda, sepse çka kanë shërby ato, kujt i kanë shërby. Pse është dashur me u marr, pse është dashur me u kthy. Pra çysh është organizuar. Fakti që janë marrë dhe janë kthy, kjo tregon që ka pas një organizim, se përndryshe, domethënë çysh mundet me ndodh, ato nuk kanë qenë që janë gjetë diku në tavolinë, ato janë proveta me gjak dhe që çndrojnë ato dhe normalisht do të pas edhe kujdes kur i lëviz, janë temperaturat ku rrin, janë dhomat në institutet mjekësisë ligjore që do të me pas edhe kushte tilla. Prandaj ne kemi kënguar me ngol me themelun një komision hetimor. Atë që thash më herët, me mrrim me marr informata shtesë nga zyrtarët e institutit se çka ka ndodhur, si dolen, apat kamera, apat sigurim, ato janë dhoma ku ruan prova që nuk guxon, nuk kanë çësje, njerëz të paautorizuar,
kush i nxjerri, kush i sjelli, pra pikërisht kjo ka qenë. Do ju e dini që ka qenë një angazhim shumë i madh i zotit Kurti, zonës Haxhiu, mos me leju themelimin e këtij komisioni. Pastaj ajo që ka qenë e pandershme pjonës tyne, ne gjithmonë e kemi pas në kuvend babën e të ndjerit, zotit Dehari, pra këtë rast Avni Deharin, që përmes tij na mundu më na mbyll gojën. Mos fal se është morë, është gjëna, apo she është këtu. Domethënë gjithmonë ajo ka qenë një farë prezenca tina është për më na mbyll neve gojën. Sepse vërtet edhe e kisha goxha me siklet, kur e kisha shumë afër, një rand më lart se unë ulën në kuvendin e Kosovës, prezent, edhe po flitej për djalin e tina, një vdekje tragjike, në mënyrën që ka ndodhur. Edhe unë e kisha me siklet madh në fund ditës për një prind që e kishim prezent me fol për fëmijët e tij, këtë rast për një rast tragjik. Nëse dikush ka ndjeshmëri njerëzore, është e rëndë. Keq përdorimi këtyre rasteve. Pse ata nuk e kanë këtë ndjeshmëri? Ato nuk mund t'ia vlerësim. Mirë, po ajo çka mund të them është që lëvizja vendosë me çdo ngul angazhim ka qenë që ky rast mos hetohet, mos ndodh hetimi parlamentar. Por nuk na kanë leju, ne nuk do të heqim dorë. Nëse do të jemi nesër në qeveri, ne do të shikojmë, sepse ato ka pas njerëz përgjithës. Ky komision nuk ka ecë, ky hetim nuk ka ecë. Absolutisht. Për shkak të bllokimit që bllokimit që ka dhënë, sepse ato tash edhe ligji kur ka ndodhur po të kaluam nuk i mllokua asnjëherë komisionet hetimore, sepse tash edhe një komision hetimor është instrument kryesor i opozitës, po opozita nuk i ka asnjëherë 61 deputet me themelu komisionin nëse se voto pushteti. Juve ju kujtohet komisioni për Gylenest, e ka votuar edhe Partia Demokratike. Bashka se u shkuashin po që ka intervistu, i në shku ministra tjerë që ju në intervistu, ne kemi votu, sepse është palogjikshme me praktike, politike. Ka ndodhur një praktikë që ju në themelu komisionin me votën e pushtetit. Edhe komisionin për privatizim. Për privatizim, kemi votu, kemi qenë pushteti, kemi votu. Për çmimet e energjisë, ata nuk kanë qenë deputet. Kemi votu ne, sepse nëse në këtë rast ne u kapën që ne si kemi 61 deputet, ne kemi që 42 deputet të opozitës, 43 më vonë me zotin Homolli që dol nga lëvizja dhe vendosje, dhe me deputetin që ishte zëvendës kryeministër, Samir Pakja Bazin, dhe ne si kishim 61 deputet me votu, dhe rrjedhimisht arritën me blokun. Komisione tjera që keni inicuar është komisioni hetimor parlamentar për procedurat e prokurimit. Po. Pra kontratat e negociume nga të gjithë ministrat e qeverisë Kurti, komisioni hetimor parlamentar për procesin e përllogaritjes së borxheve, pra po flasim për ambalazhuzëve të ujit, ka pas arrestime aty, paraburgosje të njerëzve, konstatime që janë në procedurë hetimore, konstatime që një zyrtar aty ka fut pare kesh në bank, sa rriu ka tek. 1.200.000 euro. Po pra, komisioni hetimor parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënieve për shërbimin civil, ka një degradim të jashtëzakonshëm të shërbimit diplomatik, ku edhe ambasadorja merr pjesë në tubimet e vetëvendosjes, siç ishte ky i ambasadorës Luci në Norvegji. Komisioni hetimor parlamentar për subvencionimin e librave. Janë këto disa prej atyne që janë inicu dhe në secilin rast është konstatu që ka shkelje. Ka shkelje. Po nisem të e para. Kontrollat një burimore për herë të parë në kuvend i kemi sjell ne për diskutim. Pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ka pasur në kohën e juaj. Tash ka absolutisht po. Dhe mirë po për një periudhë kaq të shkurtër, domethënë kohore, më ndodh dikun mbi 300 milion euro më pak se 2 vjet e gjys. Dhe me qenë dikun një numër ka qenë, s'po kujtohet sakt numri i kontratave, mirë po shuma ka qenë 300 milion euro, që është negociu, ka qenë diçka që si kemi përjetu kur në të kalumen. Me statistikë bjen çdo ditë të qeverisë së Kurti ka një kontratë. Ka një kontratë, është nënshkruar, është negociu. Dhe domethënë ka qenë një periudhë ku ne e kemi sjell për diskutim në kuvendin e Kosovës, sepse kur i kemi marrë kontratat një burimore, le të themi nga korporata energjetike e Kosovës, kemi pasur si janë marrë depo me kontratë një burimore. Kontratë një burimore është nëse ti mundesh me marrë një objekt në rast se ka pas fatkeqësi natyrore dhe është dëmtuar dhe i duhet komunitetit, ti mundesh me shtruar një rrugë me kontratë një burimore nëse ka pas vërshime dhe sot ti nuk mundesh me leju atë komunitet më u izolu dhe duhet urgjentisht me shtruar rrugën, pra gjithmonë janë raste shumë specifike kur ti mundesh me bë kontratë një burimore me thirr një kompani dhe me negociu dhe me nënshkruar aty për aty, pa procedurë prokurimit. Pra kjo janë raste të veçanta dhe ne kemi pa, për shembull, është bler trak
për lëvizjen e thëngjillit në korporatën energjetike të Kosovës me kontratën burimore. Kjo e pabesueshme, sepse aty ki 200 kompani në Kosovë që ta shesin atë rrugë dhe nuk ka kur fare emergjencë shtetërore diçka tillë. Pastaj kemi për shembull si u ndërtu depo. Domethënë si ju ble kamion, si ju ble vetura me kontratën burimore, pastaj si u ushtru asfalt me kontratën burimore nga Ministria e Transportit, pastaj Ministria e Shëndetësisë si ju ble borna me 10 miliona euro në kontratën burimore. Pra krejt këto ka qenë domethënë alarmuese. Ne nuk kemi pas instrument mundësi tjetër në atë kohë përpos komisionit hetimor dhe me thirr ata njerëz dhe me bë shpjegimin e tyre. Pa paragjyku, mund del në kontrate të caktuara që kanë pas të drejtë. Mirë, pa paragjyku, ti thrasëm dhe të diskutojmë me ta. Dhe në atë kohë, po ashtu e bullokuan për shkak se ne si kishim numrat në kuvend për me themelu. Dhe zonja Hikmete Bajrami bëri një gjest të jashtëzakonshëm, sekretare e Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike, i kërkoi Komisionit Rregullativ Prokurimit Publik, si një komision që mbikëqyr komplet punën e prokurimit dhe të kontrollave në Kosovë, dhe përmes zonjes Bajrami arritëm dhe punën e saj sekretare e Komisionit arritëm me pas një pasqyrë të plotë të këtyre kontratave. Dhe gjitha këto kontrata sot janë në prokuri speciale dhe nëse zgaboj, nëse e kujtoj saktësisht, është një deklaratë e prokurisë ku thuhet që ndo në 2-3 prokurorë të cilët pra është një task force që është duke i hetu. Pra unë zonja Bajrami kontrata. Zonja Bajrami pastaj ka bërë një punë të jashtëzakonshme përmes komisionit ku i nxjerr të gjitha pra me numër, me emër, me shpenzime, sepse ne nuk kishim mundësi tjera. Ne nuk kishim mundësi tjera me nxjerr dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Pastaj te subvencionimi i librave. Domethënë sot është vepër penale nëse ti e lën një nxënës në Republikën e Kosovës pa tekst shkollor, sepse ligji ta thot. Ligji ta thot që ti je obliguar me furnizu. Dhe ne megjithatë që është e rëndësishme. Kanë folë për çmimin se gjoja është i lartë, me të nder, dhe kanë shpenzu shumë fishu. Shumë fishu. Po, ne kemi për shembull që ka pas vetë se varësisht prej vitin vetë ka pas vetë ku janë shpenzu 6 milion, ka pas vetë ku janë shpenzu 5 milion, ka pas vetë se nuk e theksoni zoti Abelard që Ministria Arberia Nagavci ka pas interesa direkte me një kompani tjetër të Shqipërisë, ku ka botu libra bashkë me motrën e saj, dhe ka dashur me favorizu ata dhe jo një kompani vendore. Pse se thoni me zët lartë, një zët të tillë? Ne e kemi thënë, po para se thjesht me met në një deklaratë politike, ne kemi pas që me ndodh një hetim parlamentar dhe me arrit në një raport dhe me bo një raportin e kemi nxjerr. Dhe për shembull del që në Prizren, dikun rreth 12-13% e nxënësve nuk kanë arritur me u furnizu me libra në kohë, apo si u furnizu fare. Del në për komunat ndryshme. Pra, unë konsideroj që në bazë të logjikës time, në bazë të dijes time, në bazë të angazhimit tim, në kuadër së fushës sundimit ligjit, sot ministra në largim e arsimit është e pamundshme, pa përfunduar me akt akuzë për shkak këtyre keqpërdorimeve, sepse shumë nxënës në vendin tonë i kanë kry 2 vite, 3 vite, 4 vite e fundit pa libra, ose nëse kanë mund me u gjetë forma të ndryshme. Prandaj ajo është vepër penale që ka bëu Ministri i Arsimit. Dhe ne menoj komplet atë raport, deklarimin e secilit drejtorive të arsimit në komuna që ne kanë sjell statistikat për furnizim, ne i kemi dërguar në prokurori. Kanë qenë deputet e Partisë Demokratike që në morën atë kohë, 2 deputet të cilët e kanë dërguar raportin në prokurori. Po që tash unë po du më nalën një 2-3 pika këtu që më duken shumë të rëndësishme, të cilat janë ngrit nga zoti Tahirit. Po veç një gjë para se me mëri aty, unë menoj që edhe një gjë që du me pas parasysh qytetarët është që opozita ka shumë përgjegjësi dhe du me bëj shumë punë për me nalë keqet. Kur ki qeveri që është e para dispozuar për me bëj keq. Dhe kjo punë nuk shrihet, se gjëra që nuk i ke pas nuk i shef, domethënë. Dhe mendoj që këtu ka qenë puna e përqendruar, mendoj në opozitës, e veçanërisht e zotit Tahiri ka qenë me nalë që të keqe. E tash të këqia që janë nalë për mua janë keq janë të rëndësishme, po disa janë më të rëndësishme. Shembull e para, mendoj që te Këshilli prokurorial keni bënë një punë të jashtëzakonshme. Domethënë kapja e Këshillit prokurorial do të nënkuptonte zhdukje e plot autonomisë gjyqësore, pastaj ti je jurist do të dish shumë më mirë se çka nënkupton ke për një shtet funksionar. Do shta më të pyet për çito edhe për fondin sovran. Po fillojmë pas te fondi sovran. Për shembull te fondi sovran, ideja ka qenë që krejt ndërmarrjet publike më u fut në një bord, të cilin e cakton kush? E cakton kryeministri Kurti.
Do me thonë, kjo është që me i kap këtë ndërmarrje që i kemi përmes në një dorë. Në një dorë. Pra pasuria a mundet, pasuria shtetërore e Kosovës që i kemi, qoftë korporata energjetike, me gjithë pasurinë që ka me thëngjillin e me gjitha objektet që ka. Që është më e madhe. Që më e madhe, korporata më e madhe në vend, që gjeneron më së shumti, pra nuk besoj që ka kompani dhe private që dikun e ka 160-70 milion buxhetin në vit, pra korporata energjetike e Kosovës ka një buxhet për 160 milion, 160 deri 180 milion euro në vit. Pastaj Post Telekom i Kosovës, pastaj hekurullat e Kosovës, infrastruktura e tyre, menaxhimi i tyre, pra gjitha ndërmarrjet publike, pastaj trepça, çdo gjë pra me vendos në dorën e një grupi të caktuar të njerëzve jashtë çdo rregulle demokratik, dhe duke i përjashtuar edhe ligjet aktuale të funksionimit të tyre, duke vendos edhe rregulla të reja se si do të menaxhohen ato. Po kjo është jo çështje jo demokratike, por kjo është edhe rrezikshme për shoqëni. Prandaj mendoj që qeverisje e decentralizuar, një qeverisje ku ti krijon institucione ku janë kryesisht me bazë në shërbim civil, jo politik, me bazë në shërbim civil, të cilët do të thotë që duhet me qenë njerëz të shkolluar, njerëz të përgatitur, kuadra të cilët duhet ta udhëheqin, çka ndodh për një moment ta propozon një institucion që e quhen në fundi sovran dhe arrin tenton me i shti komplet institucionet e rëndësishme, domo pasurinë e Kosovës në menaxhimin e një grupi të njerëzve prapë të vendosur nga kryeministri dhe kjo në radhë parë e cënon rendin ton kushtetues, rendin ton juridik, e cënon mënyrën e funksionimit të këtyre kompanive publike që nuk duhet të jenë komplet në dorën e politikës. Qeveria është aksionare në për këto. Mirë, po kjo është arsyeja pse pastaj ka borde, ka institucione, është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, është ministri, janë institucione mbikëqyrëse të cilat borde i zgjedh kuvendi, nuk do të pra disa prej tyre kuvendi, disa prej tyre i zgjedh qeveria, për në këtë rast Kostin, Zorin e zgjedh qeveri, kuvendi, pastaj korporatën energjetike të Kosovës, e zgjedh pastaj qeveria, pra ka mekanizma ku e balancon krejt të angazhim, krejt të pushtet, ka mekanizma ku e balancon. Dhe mos të harrojmë, këtë sistem nuk e kemi ndërtuar thjesht ne. Ky sistem është ndërtuar për këto 20 vite me një përkraje të fuqishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kanë harxuar 100 miliona euro për me ristrukturu dhe për me mrime bën një gjatë tillë dhe të Bashkimit Evropian. Po pikërisht që quajmë tranzicion, ka qenë për marrë qëtu. Për marrë qëtu. Dhe sot ty di vjen një ndërmarrje, ta sjell një ndërmarrje ku ta rrezikon kretat angazhim që e ke pasur dhe pastaj është çaj bërë ku vendos për shitblerjet e energjisë elektrike, për shitblerjet e ngjillit të Kosovës, çaj për telekomin e Kosovës, për infrastrukturën e hekurullave të Kosovës, transportit hekurullor të Kosovës, e shumë të zërejës, rregullatorit të energjisë, e shumë institucioneve tjera ku realisht është e rrezikshme vetëm me mendu si mendsi. E lera më funksionu dhe më zbatu në teren. Edhe unë mendoj që një strukturë e tillë, po të zbatohej do të rrezikon të shumë edhe ose do të arreste shumë këtë mundësinë e korrupsionit. Absolutisht. Sepse ndër subvencionimi, pra merr parë ta zëmbi telekomit e jepi trepsës, e me trepsës. Që këto qarkullime kishin shumë për parë më zhdukë dhe mos e marrë vesh ku. Absolutisht ne. Sigurisht që sot spedim sa para saktësisht i narxhu në subvencionin të energjisë elektrike. Atëherë do të ishte kompletësisht e përkryme për me vjedhë. Absolutisht. Kemi mrrithu në fund, Zoti Tahiri, na kanë met shumë çështje dhe tema pa diskutu, besoj që kemi me diskutu në një të ardhme, të afërt, megjithatë për me përmbyll gjithë këtë, janë disa nisma që kanë met, janë në procedurë, nëse ju vinin pushtet, për çka e thatë në fillim që po punojnë për me fitu zgjedhjet, çka do ndodh me këto? Dhe pyetja e dytë në kuadër të kësaj, ku do të shohim ty në një qeverisje të ardhshme të zotit Bedri Hamza? Ajo ku do të jem unë do të varet shumë pastaj nga angazhimet më të tjeshme, nga formimi i qeverisë, nga pozicionet tona, nga pushtetit që do ta ketë Partia Demokratike, sot do shumë herët me diskutu një gjë të tillë, sot krejt angazhimi është që ta kemi një grup parlamentar shumë efikas, gjithmonë njeriu synon ta ketë më të mirë se sa që e ka pasur në kaluarën, kanë deputetët deri tani shumë Partisë Demokratike kanë bërë një punë jashtëzakonisht mirë, po ne synojmë të rritemi, ne synojmë ta fitojmë këto zgjedhje, ne synojmë që ta kemi një grup parlamentar që do të jetë jashtëzakonisht efikas edhe pse Partia Demokratike do të jetë në pushtet, mirë po do të kemi deputetë të cilët do ta bëjnë punën e tyre. Unë do t'ju përkujtoj qytetarëve të Republikës së Kosovës një gjë që mendoj që është shumë e rëndësishme.
në gjatë kësaj periudhe ne kemi marrë goditje të vazhdueshme, qoftë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, qoftë me rritjen e tatimit të mbronë, qoftë me rritjen e çmimeve si rezultat të inflacionit dhe mos morën dhe mos intervenimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për ta zbutur këtë situatë. Unë i paralajmëroj që me datën 1 janar të vitit 2026 do të hynë në fuqi rritja e tatimit të mbronë për gjithë ata qytetarë që kanë objekte afariste, që kanë lokale qoftë që lëshojnë me qira, qoftë që punojnë vetë, pra do të jetë rritja e tatimit progresiv dhe sa më i madh vlera lokale të tatimit do të jetë më e madh. Në këtë rast dhe mas shumë goditjeve që ka marrë ekonomia jonë, edhe një goditje do ta merr me 1 janar të vitit 2026. Pra qytetarët e Republikës së Kosovës do ta shohin vetë, nuk e di a do të ketë leverdi me mendu njeriu nëse ka të hyra, nëse ka kursime me investu me pas një objekt, një lokal afarist dikun, sepse tatimi në mbruan do të jetë shumë i shtrejtë. Nëse kemi pagu tatimin në fitim, që nëse merr prej qiros, ose merr prej të hyrave tjera që punon, tatimi në mbruan do të rritet dhe do të jetë, nuk do të jetë e leverdishme për një njerëz në shoqëtetën diaspor, për një qytetar të Kosovës që ka kursime, me mendu me pas një objekt afarist dhe me mbet gjallë me përfitu prej sajna. Dhe unë i bëj thirrje gjithëve që gjitha këto politika të dëmshme, qoftë pe tatimit të mbron, qoftë rritjen e çmimeve, qoftë mos rritjen e pagave. Pra ne mund t'i ndalim me 28 dhjetor. Ne do të angazhohemi bashkarisht. Ne nuk kemi kur farinate politike, ne kemi agent shtetërore përpara. Dhe ne këtë vendim të dëmshëm që do të hyjë me 1 janar në fuqi mund ta ndalim me datën 28 dhjetor, duke votuar Bedri Hamzën, duke votuar Partinë Demokratike, duke votuar një parti e cila e ka një agent të qartë ekonomike para saj, me një njerëz të dëshmuar në pozita qoftë prej guvernatorit të Bankës Qendrore, ministri i Financave në 2 mandate, por një njerëz i cili e ka etablu një sistem financiar, ka ndihmuar shumë e etablu një sistem financiar të qëndrueshëm në vendin tonë, dhe për të ndalë gjitha këto, mendoj që data 28 dhjetor është jashtëzakonisht e rëndësishme. Miq, 28 dhjetor do të dalim për të votuar sërish. Nuk besoj që ka raste në rajon që një popull 3 herë ju drejtohet kutive të votimit brenda një viti, pa përfshirë këtu edhe balotazhet që kanë ndodhur në disa komuna. PDK-ja ka numrin 130, Avelar Tahiri ka numrin 110, pra i fundit në listë. Votoni për ndryshim në këtë vend, votoni për të mirën e këtij vendi, jo që shëshini, sidoqoftë unë angazhohem që lëvizjave të vendosim me shku në opozitë dhe kisha dashur edhe ju me bëni gjatë të tillë. Avelar, faleminderit që erdhe. Faleminderit. Uroj që të keni sukses, ju personalisht edhe Partia Demokratike e Kosovës për të mirë këtij vendi. Faleminderit. Sepse nëse vendosim të gjithë, atëherë pjacesim Chelsea dhe po ikim prej. Faleminderit. Faleminderit.